Parlamenti çdo vit Është mbajtur sot takimi përmbyllës promovimi i lirisë së shprehjes në Shqipëri përmes dialogut të hapur, një iniciativë mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës në bashkëpunim me Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit pranë Universitetit të Tiranës. Për më shumë se 6 muaj, aktorë nga media, qeveria dhe shoqëria civile janë përfshirë në 9 takime tematike, duke diskutuar mbi sfidat kyçe dhe duke propozuar rekomandime konkrete për përmirësimin e mjedisit mediatik në Shqipëri. I pranishëm ishte edhe kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, i cili theksoi rëndësinë e një debati të hapur dhe gjithëpërfshirës për lirinë e shprehjes si shtyllë themelore e demokracisë. Why did we decide to engage personally in this endeavor? Because Pse vendosëm që të angazhohemi personalisht në këtë përpjekje, sepse kjo është një element kyç i procesit të integrimit. Në këtë kontekst, Shqipëria duhet të marrë një sër reformash të thella dhe masa konkrete për të siguruar lirinë e shprehjes. Kjo liri është një ndër shtyllat kryesore për shtetet anëtare të demokracisë dhe janë në thelb të gjitha kërkesave që shtetet duhet të përmbushin përpara se të integrohen dhe pranohen në BE. Si shtete anëtare të BE-s kemi arritur në konkluzionin që kjo reformë duhet të theksojë sigurinë e gazetarëve, të sigurojë transparencën e financimit të medjave, qofshin private apo publike, dhe të sigurojë pavarësinë e transmetimit në përputhje të plotë me standardet e BE-s. Ekspertët e Këshillit të Evropës prezantuan gjetjet dhe rekomandimet për temat delikate që lidhen me funksionimin e medias në vend. Diskutimet u zhvilluan në prani të përfaqësuesve të institucioneve, organizatave të shoqërisë civile dhe aktorëve mediatik, ndërsa pjesëmarrësit patën mundësi të kontribuojnë me propozime.